Edukimi dhe trajnimi i të rinjve është një ndër qëllimet kryesore të Muzeut të Vushtrisë. Me një iniciativë të tillë të mbështetur nga Instituti Yunus Emre, në muze është realizuar trajnim 2 ditor për përdorimin e pajisjeve digjitale të fotografisë. Ky trajnim nuk është thjesht mësim mbi teknologjinë, është një udhëtim që lidh kreativitetin e të rinjve me trashëgiminë kulturore të qytetit. Drejtoresha e këtij muzeu, Shukrane Begu, thotë se nxënësit mësuan jo vetëm si të përdorin kamera digjitale, të kuptojnë ndriqimin, kompozimin dhe këndët më të mira të fotografimit, por edhe si të tregojnë histori përmes fotografisë. Një ndër qëllimet kryesore të muzeut janë edhe trajnime, sepse unë çdo herë them, nuk dua ta kemi një muze vetëm të ekspozitave, por dua ta kemi një muze të gjallë në atë kuptimin që të lulëzojnë nga të rinjët, nga pse jo edhe prej moshave më të vogla deri tek moshat më të rrituna. Edhe një prej qëllimeve të muzeut janë edhe këto trajnimet në aspektin edukativ të rinjëve, sepse jo të gjithë kanë mundësi që të shkojnë dhe ta bëjnë një pagesë për një trajnim të tillë. Dhe sa herë që kam takime me qoftë me ambasada apo organizata të ndryshme dhe jashtë vendit, çdo herë kërkesa ime është që na ndihmojnë të sjellim trajner të fushave të ndryshme, qoftë edhe në aspektin e muzeut, po edhe jashtë muzeut, se jo çdo herë ndoshta është dëshira e të rinjëve të vinë të kryejnë diçka për trashëgimi kulturore, po diçka dalim edhe jashtë kufive të trashëgimisë kulturore, me diçka tash që po thohet, kjo shpreha diçka inovative. Dhe kërkesa ime ka qenë për Institutin Yunus Emre, që të na sjellën trajner, të na mundsojnë një trajnim për realizimin e një trajnimi të fotografisë, dhe ata na kanë përgjigj pozitivisht, të cilët i falenderoj shumë. Dhe koordinatorin e atij instituti, zote Ramazan Yilmaz, po ashtu edhe bashkëpunëtorët Filizin edhe Visarin. Visari ka qenë trajnuesi i fotografisë, i cili ka qenë shumë i afërt me nxënësa dhe për koincidencë na rastisi që t'jenë të gjitha pjesëmarrëset vajza dhe doli një trajnim edhe shumë i bukur, përpos që ishte shumë frydhënës. Dhe dita e parë ka shkuar me objektet e muzeut brenda hapësirës së muzeut, ku trajneri Visar Hapqiu realizoi një ligjëratë sa i përket teknikave të fotografisë. Pastaj filluam me fotografimin e eksponateve brenda hapësirës së muzeut, ndërsa dita tjetër ka qenë fotografi të realizuara në terrenin e qytetit të Vushtrisë, duke fotografuar trashëgiminë kulturore edhe ato që kemi disa prej ikonave të qytetit të Vushtrisë, siç është kalaja, ura e gurit, hamami dhe disa të tjera. Fotografitë e realizuara gjatë trajnimit sipas drejtoreshës Begu do të prezantohen edhe nëpërmjet një ekspozite në 20 vjetorin e Muzeut të Vushtrisë. Me 9 qershor është dita e muzeut, apo përvjetor 20 vjetori e Muzeut të Vushtrisë, dhe pikërisht në bashkëpunim me Institutin Yunus Emre e kemi lënë që atë ditë të shfaqet edhe ekspozita. Çdo vajzë do t'i prezantoj 2 fotografi të saj në atë ekspozitë dhe do të na tregoj se çka ka dashur me realizu me ato fotografi, që në kuadër të asaj dite do të ketë edhe pika muzikore të realizuara nga ansambli i qytetit. Pastaj do të ketë dhurime të eksponateve në të cilën ditë fotografi ynë Nesimi Spahi, që kemi edhe një ndër ikonat të qytetit, do t'i dhuroj për muzeun e Vushtrisë. Na ka thënë 100 aparata, por kemi filluar që t'i selektojmë, ato po dalin edhe shumë më shumë se 100. Por gjithashtu në të njëjtën ditë do t'i dhuroj edhe zonja Dinore Curri shumë eksponate, po ashtu në ditën e muzeut. Nxënësit nëpërmjet këtij trajnimi thonë se kanë mësuar të shikojnë përtej pamjes së zakonshme, të gjejnë bukurinë e detaje, të dokumentojnë trashëgiminë, natyrën e qytetit dhe gjithë këtë ta shprehen nëpërmjet një objektivi. Ky trajnim ka shkuar shumë mirë, secila prej vajzave që na kanë në trajnim u kanë një mundësi shumë e mirë, fillimisht me mësu termin e fotografisë, pastaj me mësu edhe ato pjesë të veçanta të fotografisë me një aparat digital. U kanë pak vështirë, po derisa i kena mësu hopat, pastaj kena pas kletë. Cilat kanë qenë ato objektet kryesore?
ku ju keni realizuar fotografi? Fillimisht në ditën e parë që kena bë trajnimin, jena kanë këtu në muze, edhe dina që në muze ka shumë monumente ose pjesë historike që flasin shumë. Pastaj në ditën e dytë jena kanë në kalojën e Vushtres, në hamamin, edhe te ura e Gurit, pastaj edhe në fund te lumi Sitnica. Ky trajnim na ka ndihmuar shumë, edhe soi përket që kena pasion për këtë punë, kena pasion për shkak se na ndihmon edhe po ashtu me zhvillu edhe një eksperiencë trajnitën tonë. Soi përket trajnimit, kena kalu shumë bukur, kena vizitu shumë vende edhe kena pas mundësi me i bo fotot që kena dashur, domethënë sipas shijes tonë. Ta pyesim motrën se cila ka qenë pjesa më e mirë që ty t'ka pëlqyer gjatë trajnimit e që e ke fotografu? Si fillim, muzeu ka qenë shumë vend i mirë për me i bo fotot, sepse ka shumë gjëra të bukura që mundem me i fotografu, po ashtu ka qenë edhe pjesa të lumi Sitnica, ka pas shumë gjëra të bukura me fotografu, uje, natyra, kështu. E çka është e rëndësishme dhe sigurisht një motiv për ju që këto fotografi do të prezantohen edhe me anë të një ekspozite këtu tek muzeu. Si po ndiheni që edhe pak ditë ajo çfarë keni parë me syrin tuaj do të shihet edhe nga vizitorët në muze? Është një ndjenjë shumë e mirë dhe është një privilegj për neve që të kemi mujtë dhe kemi pas mundësinë me bo këtë trajnim si dhe me pas edhe me po fotografi tona që i kemi punu na vetë, me po që i pëlqejnë tjerët edhe i kanë në një farë mënyrë kanë pëlqim për to. Me sa fotografi do të paraqitesh në ekspozitë? Është bë përzgjedhja? Po besoj që fotot më të mira që i kom bo kanë medalë, sepse kom arrit me i bo do foto që nashta kam menu që kanë medalë mas mire në ekspozit edhe shpresoj që kanë me zjedh më të mirat. Mu ma shumë ka bu për shtypje natyra, kur jemi shku të monumentet kulturore, na jena munu me gjetë ide ma të mira që me dalë fotot ma profesionale. Çka të pëlqen më shumë ti me realizu fotografi? Se nga kjo që po e thani, po nënkuptoj që juve ju pëlqen natyra, pjesa jashtme, hapësira më të mëdha. Mu ma shumë pëlqen me fotografu natyrën dhe monumentet kulturore. Nëpërmjet trajnimit për fotografinë, nxënësit do të jenë dëshmitare vizuale të kohës së tyre, të afta të përdorin teknologjinë për të ruajtur dhe përcjell trashëgimin, si dhe për të krijuar një urë mes së kaluarës dhe të ardhmes.